Unë të siguroj që ata 24 orë janë shumë të lodhur nga ana e sistemit nervor, sepse e din që ka kamera. Dhe një njeri që e di që ka kamera është në një presion. E para, e dyta, ti ke dy mendime. Ke një mendim çfarë duhet i përgjigjem atij që kam përballë, ke një mendim si duhet të qëndroj, ke edhe pas kemi tre, ke edhe një mendim tjetër si e percepton publiku atë që sapo unë thash. Pra në të njëjtën kohë ti duhet të mbartësh me vete tre mendime të njëjta. Dhe unë mendoj që është një presion shumë i madh psikologjik. Dhe ky presion transkriptohet ndryshe jashtë dhe është ndryshe brenda. Dhe këtë mund të ma vërtetojnë dy migeshat që kanë qenë. Është një botë e vogël brenda kësaj të madhes që është realiteti. Dhe diçka tjetër, unë mendoj e dashur që aty në javën e tretë ti humbet çdo gjë dhe kamerë dhe gjitha, sepse ato bëhen pjesë e trupit tënd dhe pikërisht këtu janë ato problemet që nganjëherë njerëzit nga jashtë kur i shikojnë thonë, "Ua, si ja thanë dhe ajo është në një botë tjetër, është e përfshirë me partnerin ose me lojën" dhe haron që kamerat nuk ekzistojnë më aty.